Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku ma tregoi këtë sekret. Qepa e njomë është të plot me vitamina dhe trajton këto probleme. Qepët e reja janë kudo dhe është për të ardhur keq që të mos shfrytëzoni rastin sepse është e pasur me vitamina dhe minerale dhe shumë e shkëlqyer në mbrojtjen e shëndetit. Ka veti antibakteriale, kështu që mbron nga inflamacioni, ndihmon me ftohjen dhe është gjithashtu e shkëlqyer në përmirësimin e tretjes. Pjesa e gjelbërës qepës së re nuk duhet të hidhet asnjëherë sepse përmban përbërës të shkëlqyer për shëndetin tonë. Ka shumë arsye pse duhet të hani qep çdo ditë. Këto janë vetëm disa prej tyre. Ajo mbron shëndetin e zemrës. Është antioksidant që mbron zemrën tuaj nga dëmet e shkaktuar nga radikalet e lira. Përveç kësaj, mban presionin e gjakut brenda kufive normal dhe zvogëlon rrezikun e mpiksjes. Kjo perime mbron nga inflamacioni dhe zvogëlon rrezikun e sëmundjeve të retinës. Ajo përmban vitaminën A, e cila është e rëndësishme në prodhimin e proteinave në sy, e cila është e përgjithshme për shikimin e mirë. Njerëzve të cilëve u mungon kjo vitaminë mund të vuajnë nga verbëria e natës dhe çrregullime të tjera. Një qep përmban rreth 3% të nevojës ditore për vitaminën A. Qepët e reja janë të mira për të forcuar kockat. Vitamina C dhe K, me të cilën qepët e reja janë të pasura, janë të mira në mbrojtjen e kockave. Vetëm një qep përmban 120% të dozës rekomanduar të vitaminës K dhe rreth 2% të vitaminës C. Të dyja janë të rëndësishme për densitetin e kockave si dhe për forcën e tyre. Mungesa e këtyre vitaminave do të rrisë mundësinë e zhvillimit të osteoporozës dhe frakturave, citon health.com. Ul kolesteroli. Veçanërisht e rëndësishme është pjesa e gjelbër e qepës së re që disa njerëz e hedhin më mirë që do të ishte ta hanin. Përveç uljes së niveleve të kolesterolit të keq në gjak, ndihmon në rregullimin e niveleve të sheqerit në gjak. E bën lëkurën më të mirë. Qepët e reja ndihmojnë në trupin të prodhojë kolagjen, i cili është i rëndësishëm për lëkurën e bukur dhe të shëndetshme dhe të tendosur. Kolagjeni është përgjegjës për ngadalësimin e formimit të rrullave në fytyrë dhe gjendet edhe gjithashtu në shumë kremra. Qepët e reja janë një ushqim i preferuar i shumë njerëzve dhe si të gjitha llojet të tjera të qepëve, qepët e zeza, të bardha, të kuqe, preshje, qiqrat përdoren shpesh në dietën tuaj. Sipas disa studimeve të dhëna, është ndër kulturat e para të kultivuara dhe sot arritet në mbar botën. Qepët e reja janë të pasura me lëndë ushqyese sepse përmbajnë një sasi të konsiderueshme të vitaminës A dhe C, dhe veçanërisht të vitaminës K. Ka edhe vitaminën E, kompleksin e vitaminave B dhe minerale dhe elementë ndryshëm: kalium, natrium, kalcium, hekur, squfur, fosfor, magnez, krom, selen dhe mangan. Vlerat ushqyese të hudhrës janë gjithashtu në përmbajtje të quercetinës, një pigment timimor që ka efekte antiinflamatorë dhe qetësuese. Është më mirë të hahet e freskët në formë sallate sepse trajtimi termik humbet përbërësit e saj të vlefshëm. Qepët e reja janë të përbëra në mënyrë ideale si një recetë e mirë për sallata dhe janë të pasura nga ana ushqyese edhe me minerale dhe vitamina. Mund të vendosni cepën në një omlet, në sallatë, në sanduiç, në krem djathi, në krem salcë kosje e të tjera. Aroma e qepëve të reja është e butë dhe gjithashtu mund të lërë një aromë të shijshme. Ndërsa kjo është një arsye pse njerëzit që mund ta shmangin atë, por ka edhe një zgjidhje. Duhet të pini një gotë me qumësht ose kos, gjithashtu ju ndihmon nëse hani gjethe të freskëta borziloku ose aguliçe. Qepët e reja që në kohët e lashta janë përdorur si ilaç dhe efekti i tyre në shëndet padyshim meriton edhe shumë vëmendje. Ajo ndikon drejt për së drejti në forcimin e imunitetit. Është gjithmonë më mirë të parandalosh sesa të kurosh, por qepët pavarësisht efekteve që kanë në shëndet, nga ato mund të lehtësojnë ftohjen deri te problemet e rënda. Ajo ka veti të mira antiinflamatore. Është të përdorur kundër llojeve të ndryshme inflamatore që në kohët e lashta ndikon në shëndetin e kockave. Qepët e reja përmbajnë vitaminën K, e cila ndihmon në rritjen dhe përthithjen e kalciumit në trup. Ato ndikojnë në shikimin më të mirë. Ato përmbajnë shumë karotenoide që kanë efekte të dobishme në shëndetin e syve. Promovojnë shëndetin e zemrës dhe të enëve të gjakut. Ajo funksionon duke përmirësuar qarkullimin e gjakut dhe duke parandaluar trombozën dhe duke normalizuar presionin e gjakut. Ndihmojnë në një tretje më të mirë.
Qepët e reja, si të gjitha perimet e tjera fibroze, përshpejtojnë në lëvizjen e zorës dhe në këtë mënyrë lehtësojnë në tretje. Ka një efekt të mirë në shfaqjen e diares dhe trajtojnë atë në mënyrë efektive. Ndihmojnë në nxjerrjen më të mirë të lëngjeve, gjë që kontribuon në funksionin më të mirë të veshkave, por edhe redukton celulitin. Ndikon në normalizimin e niveleve të glukozës në gjak. Gjithashtu, qepët janë të mira edhe për njerëzit me diabet. Ato përmbajnë fitonutrient që stimulojnë punën e pankreasit, e bëjnë lëkurën tuaj më të butë. Për shkak të përmbajtjes së vitaminës A, qepët janë një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin tuaj të lëkurës dhe mund të ndikojnë në drejt për së drejti në pasjen e një lëkure më të shëndetshme dhe më të butë. Ekspertët këshillojnë përfshirjen e qepës, sidomos asaj të njohur në dietën tuaj të përgjithshme, duke ditur edhe përfitimet që do të ofrojnë në organizëm, do ta bëjnë atë një zgjidhje mjaft të mirë në organizmin tuaj. Qepët e reja janë plot me antioksidues që ndihmojnë në luftën kundër radikaleve të lira dhe përmirësojnë gjithashtu imunitetin tuaj. Tashmë ka filluar sezoni i qepëve të reja dhe ekspertët sugjerojnë që të shfrytëzoni këtë mundësi për dobit e shumta që ofron. Qepët e reja janë të pasura me vitamina dhe minerale, siç janë edhe shumë ushqyese. Ato janë në një perime e pranverës që ndikon pozitivisht në organizëm dhe në trupin e njeriut. Duke marrë parasysh faktin se qepët e reja janë plot me vitaminën C dhe K, konsumi i tyre forcon dhe mbron kockat, ndërsa ndihmon edhe në sëmundje të ndryshme. Fal veprimit antiinflamator, ato ndihmojnë në luftën kundër kërpullave, stresit dhe lodhjes. Përveç kësaj janë të shkëlqyeshme në uljen e shtypjes së lartë të gjakut dhe ndihmojnë të tejkaloni problemet me ftohjen, por nuk janë vetëm ato të mira që mund të konsumojnë qepët e reja. Ato janë në lehtësimin e inflamacioneve të fytit si një zgjidhje mjaft efikase. Preni pjesën e gjelbër të kësaj bime, coptëzoni imët, shtoni xhenxhefil tim të suar dhe pak krip. Të gjithë të vendoseni në një leckë dhe ngrohni. Mbështjelleni me një leckë ose peshqir tjetër dhe vendoseni në fyt dhe shumë shpejt do të çliroheni nga sekrecionet. Zvogëlon endjet e këmbëve. Pjesën e gjelbër të qepës së re e përzieni për disa minuta duke e zier. Coptëzojeni mirë në mikser dhe nëse është e nevojshme shtoni pak ujë derisa të fitohet një pastë me të cilën lyeni këmbët e intura. Kjo do të bëjë që të largohet tensioni i këmbëve të intura dhe do të lehtësohet endja e tyre. Çliron nga hundët e bllokuara. Shtypeni një pjesë të gjelbër të qepës së re dhe lëngun e fituar e lagni në një leckë. Pastaj vendosni në hundë ose në pjesë të sinuseve dhe do të shikoni se si hundët do të çlirohen më shpejt dhe do të merrni gjithashtu një zgjidhje më të mirë në këto raste. Qepët ndihmojnë në uljen e niveleve të sheqerit dhe këshillohet të përfshihen në dietën ushqimore të personave që vuajnë nga diabeti. Qepët ndikojnë gjithashtu në uljen e niveleve të kolesterolit në vend të ilaçeve me efekte të shumta anësore, që duhet të bëni kujdes me kolesterolin. Mund të konsumoni qep duke zgjidhur problemin brenda disa javëve. Qepët eliminojnë parazitët, bakteret e dëmshme që hyjnë në trupin e një njeriu normal dhe tretojnë organizmin me ndihmën e qepës. Qepët ndikojnë pozitivisht në astmën bronkiale dhe në pagjumësi. Ajo ka në përbërje të saj squfur dhe quercetin, të dy antioksidantë që reduktojnë efektin e toksinave në trup. Qepët janë të pasur me vitaminën A, B, si dhe minerale si potasiumi, kalciumi, fosfori, seleni, sodiumi. Varieteti i kuqi qepës është i më i njohur për vetitë e theksuara antibakteriale. Nëse përtypni qep të freskëta për 3 minuta, eliminoni të gjitha bakteriet nga goja. Gjithashtu qepa mban në nivel normal qarkullimin e gjakut duke parandaluar mpiksjen. Ollimi i gjakut zvogëlon mundësinë e goditjeve në zemër ose në tru. Në rastin e ftohjes, një gotë me lëngun e qepës të përzier me mjalt është një recetë vërtet e mirë. Një përdorim i qepës është edhe për qëllime kozmetike. Sipas Spitalit Anderson Hospital, qepët mund të ofrojnë zgjidhje mjaft të mira për shëndetin tuaj dhe duhet të jenë pjesë të regjimeve tuaja të përgjithshme. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë e tu.